A e di se kush është fundi i mirë? Fundi i mirë nuk është i kufizuar me vdekje në xhami, apo me vdekje në sejdë me ballë në tokë, apo me vdekje në muajin e Ramazanit, apo me vdekjen në ditën e Xuma, apo me vdekjen duke lexuar Kur'an, apo me vdekjen kur je në umra e në haxh, apo e të tjerë. Fundi i mirë është të vdesësh besimtar dhe të qëndrosh larg hipokrizisë. Fundi i mirë është të vdesësh dhe mbi supe nuk ke asnjë padrejtësi ndaj të tjerëve. Fundi i mirë është të vdesësh dhe nuk e lënduar askënd, nuk e mashtruar askënd dhe nuk i ke marrë pasurinë askujt. Fundi i mirë është kur të vdesësh dhe ti je i përmalluar për ta takuar Allahun e madhëruar. Fundi i mirë është kur ti vdes dhe të parët që i merr malli për ty janë Kurani dhe sixhadia e namazit. O Allahu ynë, të lutemi të na forcosh në fen tënde, të begatosh në jetë, të na japësh shëndet në trup, na dhuro sa më shumë mirësi, na mundëso pendimin nga të këqijat para vdekjes, na mundëso të shqiptojmë shahadetin në momentin e vdekjes, të na falësh pas vdekjes, të na falësh në llogaridhënie, të na ruash nga dënimi, të na bësh prej xhenet linjve. O më mëshiruesi i mëshiruesve,